E ma shumë për këto kam na tregu sot mysafiri që e kemi, është Flutra Abdullahu, e cila na vjen nga Oda Ekonomike Gjermane në Kosovë. Flutra, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për mikpritjen. Është kënaqësi e veçantë të jam këto edhe me pas hapësirën për me prezantu një iniciativë shumë të rëndësishme për të rinë në Kosovë. Na tregon se dukemi nga afër. Kemi trit shumë të mirë. Nga afër. Më të mirë. Më të mirë. Sidomos Merita. Po dhe ne rinin definitivisht. Rinin e kemi më të mirë në botë. Mirë, po natyrisht që duhet me punu me ta. Në ushtri kemi qua. Maksin kena me qu në ushtri, se nuk din mi regullu ato gjanat, robat, e gratë din, jo din edhe burrat pa tjetër. A do me shku në ushtri Flutër ti ajo? Jo, faktikisht më japi edhe një ide që me këqyrë me bashkëpunu edhe me ushtri me marë praktikant kodë. Të tham, na viziton neve së japim ideja. Kjo është hera e pare, mandej këta dhe janë të mësu me i marë, me i përthit idete dhe mandej me i zhvillu tukje. I ka shkatsu jeta natyresht. Mirë Flutër, një program i cili i kushton rëndësi të madhe, jo vetëm të rinjeve, por edhe bizneseve. Është fjala këtu për start-up biznese ndoshta, apo si është konceptu, si është ideu? Atëherë, projekti Kosovo Generation Unlimited është edhe një platformë digitale e cila shërben si ulise mes entiteteve dhe të rinjve në Kosovë. Nuk ka korniz, nuk ka kufizime se cilat biznese mundën me marrë pjesë. Janë prej bizneseve start-up edhe biznese që vetë se janë të zhvillume pothuajse në mas të madhe. Këto nuk bëjnë pjesë vetëm biznese, po edhe institucione vendore, edhe kompani, po organizata jo qeveritare, kompani private, publike, nuk është e kufizume. Kosovo Generation Unlimited për ndryshe është iniciativë që e bën sa më të lehtë tranzicionin e të rinjve nga shkolla në tregun e punës, që në mënyrë ata me pas një zhvillim më të fortë profesional, me përjetu një përvojë reale të punës, edhe me pas si është të punës praktike, po normal është me mundësi punësime, nëse veç... Po, dhe veçantë, më falë që të ndryhy, që është me pagesë, sepse jo çdo herë puna praktike në fakt ti dush me pagu për një shkollë, për një zanat, të cilin po e merë në një punë që e bën. Këtë rast jo dhe po paguash, është një benefit i madh për të riun. Po, përveç e vërtet, kompenzimi financiar, faktikisht po filloj me kritere se kush mundet me qenë ose me përfitu për projektet. Për të rinjt, e kam fjallën, është kriteri parë. Dhe më thënë unë jo, nuk i dot. Jo. Ka një shumë mundën me meritë. I kom la dur të edhe unë për këtë punë. Okej. S'ka bën për neve. Është faktikisht për që thashë edhe ma herët, për shkak që me bo sa më të mundër, më të lehtë tranzicionin për shkollës në trajt punës, mosha është edhe më e ndihshme, 16-24 vjeç. Unë hyj që aty 24. Është kriteri i parë. Po, më këthi nga mbrapa kështu. Edhe ne. Moshër flasim. Kriteri i dytë është për me qenë shtetas i Kosovës, sepse qëllimi është që na me fuqizu të rinjt në Kosovë, jo me i largu, po me pa që për një me ka mundësi edhe mundësh edhe me u zhvillu edhe më ngrit profesionalisht edhe me aftësi. Përveç shtetas i Kosovës, edhe nëse nuk je shtetas i Kosovës, mjafton me pas leje qëndrimin edhe po i njëti kriter vlen. Këtë kriter plotësoj, Merita. Mirë, më në fund, një. Më në fund. Edhe nuk më me thonë kriter. Do të thota, ka dhe të tjerë të huaj për shkakun që kanë leje qëndrimin nga që janë në Kosovë, që vinë? Po. Për shkakun çfarë nacionaliteti janë? Ka kryesisht serb. Serb. Po. Turqin kanë ardhur se ka turq, ka goran, që nacionalitetet të cilat marrin pjesë, rom, egjiptas, shkalin, po besoj. Sepse fokusin e kemi të veçantë kemi edhe tek minoritetet, që ka nevojë më shumë. Ata kanë kohë nevojë, faktikisht tash është rrit kompenzimi, sa ata ka qenë 170 euro në muaj për punë praktike. Tash është 300 apo? Po, tash është 300, për shkak që edhe inflacioni edhe është bo dhe rritja e çmimeve në Kosovë, edhe është rrit pak edhe jetesa, që më mundu me pas, po, kostoja, që më mundu me pas sa një balans, është rrit në 300 nga muaji janar 2026. Pra vinë dhe paguhen. Po. A ka kërkesa të mëdha, për shembull, sa është numri atyre të cilët kanë kapacitet që të fitojnë këtë punë praktike, e sa janë ata të cilët aplikojnë, afërsisht?
Në platformë për momentin janë të regjistruar 15.527 praktikant, mos gabofsha. Që janë praktikant? Jo, veç janë regjistru, kështu janë si individ, po që kanë përfitu janë më shumë se 2.000 të rinj, që ju është ofru mundësi e rregull pune janë më shumë se 400 të rinj, varësisht normale dhe motive që ka dhënë vullnetit edhe ai pëlqen apo ju ambienti. Si bëhet përzgjedhja për shembull? Përzgjedhja është e lirë totalisht mbas të kompanisë se çka dëshiron, ata e marrin në intervistë. Sipas kompanisë. Po fillimisht kompania do të më kriju shpallje. Vetëm ta sqarojmë që ju e bëni rrjetizimin në një farë mënyre, apo? Po, na jemi ajo ura lidhse në mes të institucionit, kompanisë edhe të rinjve. Ku është interesimi më i madh, sepse ju jeni aty në bazë dhe shihni çfarë kërkojnë të rinjt tan dhe çfarë kërkojnë po e zëm bizneset apo kompanitë tona, a jemi në valë të njëjta? Po, nuk ka diskrepancë, kështu të madhe, ma shumë është te çështja administratës, IT-s, banka, financa, kontabilitet, që to janë ato departamentet ose sferat me që kanë ma shumë intereset edhe të rinj, po edhe kompani njëkohësisht që i kërkojnë. Po e mira e projektit, programit, është që është platformë digitale edhe është tepër e lehtë më përdor. Platformat të ndjek hap pas hapi regjistrimin, do të thonë e ki të qartë se çka dosh me plotsu edhe çka dosh me bo upload, me bashkëngjit, sepse bizneset për shembull regjistrimin e kanë shumë ndryshe se të rinjve. Po dallon nga puna praktike tek ajo e bizneseve. Po, nga punëdhënëse. Bizneset do të me qenë të regjistrume, sepse kërkohet numri unik identifikus, pa qenë të regjistrume nuk mund të regjistrume në platformë. Momentit që biznesi regjistrohet në platformë, ai krijon shpallje për punë praktike, po çka është diçka shumë interesante platformës që kisha pas qaf me IVThex, është që edhe kompania mundet me ftu të riun për intervistë, po dhe i riu mundet me ftu kompaninë sa e mirë kjo për intervistë. E riua mund ta zgjidhë kompaninë për shembull, çfarë lloj kompanie don, ku përshtatet më shumë? Po, momentit që tash i riu regjistrohet si praktikant, është tepër e rëndësishme që ai me bo sa më shumë fusha të interesit. A ju ka shkruar ndonjëri që don të vije për shembull në televizion te ne? Kanë këto kërkesa? Si gazetar? Kemi kërkesa, po pa tash unë mendoj që pa biznese nuk ekziston platforma. Pa biznese nuk ekziston platforma, edhe pa të rinj nuk ekziston platforma, janë dy aktarë kryesor që e bojnë të mundur. Mirë, e shpjegojmë tutje. Ata kanë mundësi 3 muaj, domethënë, që të bëjnë punën praktike. Çfarë ndodh pas kësaj periudhe 3 muajore, domethënë? Ata paguhen, e mësojnë atë zanat, atë punë, atë program për të cilin shkojnë në institucion, po e zëm. Atëherë, se tash i na të kësy prej temës në temë, po vesh kësha pas qef që me cek që puna praktike është me kompenzim financiar për periudhën 3 muajore që i bjen 900 euro. Për çdo muaj paguhet kompenzohet me 300 euro, sa me hek të paktën shujt aditora. Përveç kompenzimit financiar që i riu e merë, është shumë e rëndësishme sa i e krijon edhe e ndërton edhe një CV me eksperiencë, edhe normal që kur e ndërton CV-n me eksperiencë, është shumë më e mundshme edhe gjasa të rritën që ai me pas një punësim të rregull në të ardhmen. Përveç kësaj, nuk është veç ndikimi profesional, po është edhe ndikimi që e bën në cilësinë e jetës të të riut. Socializohet, e shet që është bashkëpunimi me ekip, gjithashtu ndikon në komunitetin e tij, ndikon në familjen e tij, edhe mbi të gjitha që është më e rëndësishme për mua është vetbesimi. Po, shumë e rëndësishme kjo. Puna praktike dhe puna në përgjithësi të arrit kogja. Apo e fitojnë këtë vetbesim pikërisht. Keni më pas ju kontakte me këta 3 pasi që përfundojnë këtë periudhë 3 muajore. A kanë mundësi gjithashtu të bëjnë dhe një punë praktike tjetër ndoshta dhe dikun tjetër, apo me aty ai e përfundon? Një ndër kriteret tjera është që vetëm një herë mundet me përfitu prej projektit, platformës, për arsye që me jap shans dikujt tjetër.
se është pak unfair nëse ai e fiton një përvojë punës praktike i zgjatet e 3 muaj kur dikush për shembull nuk e ka Se ka atë eksperiencë fare. Se ka eksperiencë. Na kontaktojmë, na jemi gjithmonë në monitorim me praktikantët edhe me kompani. Na kontaktojmë para se me fillu punën praktike, nëse çdo gjë është në rregull dhe me marrëveshje edhe përka çështja e orarit. Vlen të potencohet që masi është mosha e ndishme, mosha 16-18 vjet më shumë se 4 orë në ditë dhe sipas ligjit të punës nuk lejohet. A ka shumë në këtë moshë, po e zojmë 16-18? Po ka, është një numër i konsiderueshëm. Edhe është këgja për me marrë lakmi, se prej moshës 16 me nduti për me pas një punë praktike dhe për mu zhvillu, është e mrekullueshme. Çfarë eksperjenca sjellin këta të ri më pas, me qenë se ju i vëzhgoni i përcjellni? Janë të kënaqur me mënyrën se si trajtohen, sa aftësohen, sa shkatësohen ata. Po flas për të rinj, por edhe për punëdhënësit. Një e mirë e kësaj gjenerate është që në momentin që nuk janë të kënaqur ose e shohin si ambient toksik ambientin e punës, ata të kontaktojnë direkt. Shumë e mirë kjo. Nuk është si atëherë që durojnë, presin, heshtin. Jo, faktikisht momentin që diçka nuk janë të kënaqur, momentin që mendojnë që po i nënvlerësohet puna ose janë tu e kesh trajtu dhe pse s'ka ndodhur deri me tani, ata kontaktojnë direkt. Dhe juve vetë si ndërmjetës, kush ju falenderon më shumë? Ai që punsoni apo biznesmeni? Në këtë rast biznesi. Keni pasur kompania? Kush na falenderon më shumë? Po, sepse si ndërmjetës. Po, në një dhuratë, në një tuf lule, ku të diun. Mjafton një falenderim, edhe ajo është mos e kënaqshme për mua. Po, pyetje shumë e bukur, dy palët. Të dy palët, po. Se edhe kompania... Do më thënë, juve i interesojnë më pas si po shkon, është i riu i kënaqur në këtë kompani, ose kundërta, ai që drejton kompaninë ka marrë një të ri ndërmjetësues në këtë rast shumë të mirë? Na gjithmonë jemi në, e thashe ma herët jemi në monitorim. Na gjithmonë kontaktojmë edhe me kompanit, po edhe me terrenjt. Na në platformë faktikisht është platforma digjitale i paraqet të gjitha statistikat në kohë reale. Ndryshohen varësisht prej regjistrimeve. Po njëkohësisht na qesim edhe histori suksese që i marrim prej kompanive që kanë vendosur me ju ofru kontratë të rregullta. A janë shumë të ata? Kjo më intereson që do të me këto 3 muaj ata mund të vazhdojnë punën qoftë në atë kompani apo dhe dikun tjetër që punësohen dhe vazhdojnë punën. Është një numër relativisht i madh, po pasi që është edhe ndihmë pak a shumë financiare që ofrohet prej projektit, sidomos disa biznese që vetë se ka fillu nuk munden mja ofru, po dëshirën e kanë këgja. Po mundësia tani financiare për arsye që na mas 3 muaj nuk ndihmojnë ama financiare. Po aty ishte një muaj paguan po edhe UNICEF-i, ishte një muaj ministria apo edhe një muaj biznesi. Kështu që përfundon ai 3 mujor. Mirë po, kur biznesit po e zëm, një kompani, një institucion, i ofrohet një iri i mirë dhe sheh kapacitetin dhe potencialin. Puna më pas mësot, ajo është çështje që e bën të veten. Është gjuna me lanë me ik një kapacitet i tillë për shembull dhe me marrë gatshëm dikush tjetër. Po besoj që dhe institucionet tona kanë filluar pak me u vedisu dhe me i mbajt afër vetës ata që janë ngritin kompaninë, definitivisht. Unë e ceki këgja shumë se zakonisht kompaninë ma bojnë pyetjen e çka përfitoj. Përveç që mbështetjes financiare që te përfiton tek i me qasje në 15.000 terrenj të Kosovës, që janë talente të rinj, që kanë potenciale, kanë energjin, e që po investojnë në vetë. Investojnë, po. Përveç punës praktike që ofron platforma, na ofrojnë edhe mentorime dhe trajnime nga profesionistë të ndryshëm, varësisht nëse ata vullnetarisht e ofrojnë, kështu që e kanë edhe një plus tjetër. Edhe janë gjithmonë në monitorim nga një. Na e bëjnë edhe promovime të kompanive, po edhe promovime të terrenjve në platformat tona, në rrjetet tona sociale. Kam një pyetje, vjen një i ri, nuk ka shkollim, çfarë ndodh?
Është pak një problem për juve dhe për kompaninë, nuk ka shkollim, është një njerëz për shembull egjiptian. Nuk e kam përfunduar ndoshta as 9 vjeçaren jo, për shumë arsye të ndryshme. Ju e përkrani, ndihmoni, a punësohet një njerëz që nuk ka një shkollim? Po besoj që këta e çojnë në shkollë. Ky është hapi ma i mirë që duhet me bërë. Është edhe mund të jetë për shembull 25 vjeç, mund të jetë 28, duhet vazhdojë nga klasa e parë, është pak në disa nuk ka ndodhur, jo. Se zakonisht edhe minoritetet tash bile të paktën në vjeçaren gjithmonë pe kanë të përfundume, nuk është që shukon atëherë dhe përka që është a minoriteteve tash janë vedisut tepër edhe prej edhe prej mujet janar të këtij vitit edhe që u rrit nashta edhe kompenzimi ka ndikuar edhe te bizneset po edhe te rinjt, kemi shumë minoritete që janë angazhuar dhe inkuadru. Veç këtë muj i kemi 9 bosnjak, i kemi 7 serb, i kemi 2 rom edhe 2 ashkali. Kështu që veç është u rrit numri edhe këto programe zakonisht përdoren dhe për të avancu komunitetet pakicat në përgjithësi. Mirë, për fund, sa është rëndësishme që një i ri të jetë pjesë e kësaj platforme apo dhe të një platforme tjetër? A ke ndonjë porosi që do ta jepje? Meqense je angazhuar për një kohë të gjatë dhe ke udhëhequr, ke menaxhu njëkohësisht, ke koordinu mënyra të ndryshme, projekte dhe programe të ndryshme. Pse një i ri dhe një kompani duhet me zgjedh njëri tjetrin? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që një i ri prej fillimit me përjetu atë botën reale se që është tregu i punës. Momentin që ti si një i ri e përfiton qatë punë praktike, ti automatikisht ka me të rritë vetbesimi, automatikisht ki me bo ndikim në familje tënde, automatikisht në ndikim në komunitetin tënë, edhe mbi të gjitha qasja mes kompanisë dhe një triot është përmes platformës është tepër aktive dhe është shumë e drejtë për drejtë. Bizneset po e dina ose entitetet me i qojtë po e dim pse përfitojnë. Po i rio përfitojnë shumë ma shumë se një kompenzim financiar. Unë kisha pas dëshirë me cek diçka, masive që jemi në fond. Mund të cekësh edhe adresën e platformës, sepse përkërkojnë edhe numrin e telefonit. Në rregull, adresa është www.kosovogenu.com. kosovogenu.com, po. Për të gjatë ata që ishin duke shkruar në këto momente. Dhe gjithashtu patëm pamjet e platformës gjatë bisedës për me pa ata të rinj të cilët duan që të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e kësaj platforme. Patëm e potencuar diçka. Po, në fillim në vitin 2020 kur ka filluar implementimi nga organizata UNICEF, unë vetë se jam ku në pritje të një kontrate të rregullt pune si kontabiliste, asistente në kontabilitet. Edhe një shoqe jamja, që se harroj kur, unë pa të thonë që eja ka njës një organizata UNICEF me implementu një projekt, atër u kom fillimesh me mentorim, po ta një zgjeru në punë praktike. Edhe kom thonë, hajtë për këshyre, që është puna, veç njëherë, kom dash me këshyre si platform, që është si projekt. Edhe momentin që e kom thonë, për mua shumë e rëndësishme rjetëzime. Edhe sa ma shumë, jam person që kom qa me komuniku, jam person që jam sociale, edhe kom pasi një mundësi... Për rjetëzim. Edhe kom pasi një mundësi shumë të mirë, atëre kom pas rrugën shumë të mirë të ofrume prej kompanisë, po nuk mu ka dokë që kompenzimi financiar është kryesorja. Dhe ke zgjedhë këta, që ka qenë pak... 170 euro, kompenzimi u konë 170 euro, që do me thonë u konë... Ke rreziku me një farmyre se jenë di mirë aty, apo? Edhe kom hinë këtë projekt, edhe tash jam një ndër personat kryesor që bëj rrjedhimin e këtij projektet. Bravo, kështu zhvillohen të rritë. Do një ri që ka konkuruar për shembull në këtë, e keni mbajtur në punë? Po, edhe përshëndes shumë. Ka qenë më e mira, apo si ka qenë? Tënat ka pak, ka pas. Bën punë. Ka fillu në korek në udhën ekonomike gjermano-kosovare dhe sot merret me financa, është e punësume në departamentin e financave, është Verona, përshëndes shumë.
Sa E përshëndesim Veronën, por edhe të tjerët. Po, 24 vjeçar dush me qenë maksimumi. Emrin të emri, po. Faleminderit shumë. Suksese flutra, ndërsa në sukseset të rinjëve të cilët janë të interesuar që të bën pjesë e këtyre punëve praktike. Fillohet me pak, por del më pas shumë, definitivisht po. Nëse veç më lejohet, kisha pas dëshirë shumë me përshëndet sekretariatin e Kosovo Generation 19, se pa to është e pamundur që projekti me arrit deri në këto shifra dhe në këndikim që ka pas në Kosovë. Suksese, bravo për punën, suksese tutje. Faleminderit shumë.